Sigurisht keni edhe ju njerëz në shoqërinë tuaj të cilët nuk munden ta paramendojnë mëngjesin pa kafe. Kafja na jep energji, aktivitet, na ndihmon të përqendrohemi dhe të fillojmë ditën më fuqishëm, aktiv. Por në realitet, sa prej nesh e dim se a janë efektet e kafes vetëm pozitive ose ka edhe efekte negative. Mendohet se rreth pas 10 minutash, kafja arrin efektin e parë në tru, ku bllokohet një substancë e cila quhet adenozin, dhe adenozina është përgjegjëse për ndjesinë e lodhjes. Kur kjo bllokohet, nuk e kemi më atë ndjesi. Gjithashtu ndikohet edhe prodhimi i adrenalinës dhe dopaminës. Dhe këto janë përgjegjëse për ndjesinë e energjisë, aktivitetit, fokusit, përqendrimit. Në zemër, këto rrisin edhe rrahjet e zemrës, si dhe ndikojnë ngritjen e shtypjes së gjakut. Duhet të kenë kujdes ata persona të cilët kanë problem me zemrën dhe me shtypjen e gjakut. Nëse ata e teprojnë me konsumimin e kafes, terapia nuk do të arrijë efektin e pritur. Edhe pse kjo shumë nuk vlerësohet te na. Njoh personalisht shumë njerëz ose pacientë të cilët edhe pse kanë probleme të tilla, ato vazhdojnë konsumimin e tepërt të kafes. Përveç në tru dhe në zemër, efekti tjetër është në lukth, ku rritet aciditeti i lukthit dhe në një periudhë afatgjate shkaktohet inflamacion ose ndezje të mukozës së lukthit. Dhe në veshk, veprimi i kafes është si një diuretik, ndikon eliminimin e lëngjeve dhe pacientët ose personat të cilët marrin lëngje jo mjaftueshme mund të shkaktohet një disbalans elektrolitik dhe të shkaktohet një dehidrim. Nëse kafja konsumohet 1 ose 2 filxhane në ditë, mund të ketë efekte pozitive. Një ndër efekteve pozitive që mendohet se është parandalimi i smundjeve neurodegenerative siç është Parkinsoni. Kështu që jo vetëm kafja, por edhe shumë gjëra tjera të cilat nëse teprohen kanë efekt negativ. Prandaj duhet të kemi kujdes, të bëhemi mjek të vetes, të dimë se çka vepron mirë, çka ndikon mirë në organizmin ton dhe çka ndikon keq. Sepse fund të fundit ne jemi përgjegjës për shëndetin tonë dhe për veten tonë. Si përfundim, ju kisha lutur që këtë video t'ia dërgoni shokut ose shoqes i cili thotë se nuk mund ta paramendojë jetën pa kafe. Dhe gjithashtu më shkruani në koment se sa kafe në ditë ju jeni duke konsumuar. Ju faleminderit.